Një tjetër evidencë, ja ku e ke fjala ditë masandaj që është shtuar e para Korintas 16. Ke ndonjë fjalë greke këtu? Për sa i përket ditës së sabatit, sepse ti në Bible ke dita e parë e javës. Vërtet? Përse fjala ditë është shtuar? Dhe më lejo të them diçka. Kur vjet një presje e apo dhe, e kuptoj nga ana leksikore që në këtë rast biles ndryshon kuptimin e rrjedhishëm thënë dhe rrjedhinë e fjalës, por kur shtohen fjalë të tilla, ditë apo javë apo vetë një fjalë që ka një peshë më të madhe, ndryshon komplet kuptimi i asaj fjalës. Fjala ditë në këtë rast nuk është prezente nga greqishtja tuja, për çdo fjalë greke ke korresponduese në këtë rast nga fjala greke ke një fjalën anglisht. Kurse përkthyesit kanë shtuar fjalën ditë, përse? Fjala javë që është në këtë rast përkthyer në këtë mënyrë nga fjala sabaton nuk do të thotë javë, fjala sabaton do të thotë sabat është përkthyer 68 herë në Bibël, në Dhjatën e Re, nga greqishtja e vjetë është përkthyer sabat. Dhe ja ku e ke fjalën thotë dita e 7 e javës, festa e Atit, institucioni i sabatit, ligji për shenjtërimin e çdo të 7 ditë të javës, për veçimin thotë atë ditë e veçantë, siç tha Ati, një sabat i vetëm, ja ku e ke fjalën sabaton, që do thotë vetë nga rënja fjalës sabat. Sabaton, sabat do thotë, nuk do thotë javë. Nga na doli kjo fjala javë, sepse përkthyesit kishin mendjen e tyre mishore me teologjinë e tyre në vitet e tyre, duke thënë tani tu apostujt ndryshuan vërtet, ndryshuan bijtë e Izraelit dhe lanë më janë mos respektimin e sabatit, ndryshuan. Ndërkohë që nga greqishtja fjala sabaton do thotë sabat, dhe ishin në çdo sabat. Në këtë rast ishin në çdo sabat thoshte të le mënjanë. Apostulli po këshillon që në çdo sabat lini mënjanë diçka për të ardhurve të tua, që kur të vi thotë, prandaj të mos në këtë rast mos bëhen atëre mbledhje ndihmas thotë. Po lini në çdo sabat kur unë të vi pastaj lavdjati. Dhe e marr. Paq. Ja, një mbështetje tjetër, që ti ta kesh, njëjta gjë. Mia ton sabaton. Çfarë do thotë nga greqishtja? Shko përkthej, ndoshta disa për ju dini greqisht. Mia ton sabaton, çfarë do thotë? Në një prej sabateve. Ndoshta sabati i parë. Po këto dy përkthime janë. Për një prej sabateve, kur dishepujt u mblodhen për të thyer bukën, është traditë për të thyer bukën atë ditë. E thyen bukën çdo ditë. Miqsojmë çdo ditë lavdjatit, por kur ka vendosur Ati si ditë veçuar, se këtu është konteksti. Apostujt u mblodhen dhe luteshin në tempull në thyrjen e bukës çdo ditë. Çfarë thotë urdhërimi i Atit? Çfarë thotë shkrimi që neve duhet të bëjmë? Këtë ditë ka veçuar Ati. Përse nuk shikojmë kuptimin e fjalëve realisht? Për Mesian ishte përkthyer 68 herë në Dhjatën e Re, fjala sabaton u përkthyer sabat. Vetëm në 3-4 raste masandaj në bëhet ditë e parë javës. Do thotë që Mesia la apostujt e tija për të ecur në palishmëri. Ndërkohë ai vetë Mesia praktikoi për 33 vjet, masandaj u thotë apostujve mbas ringjalljes time, shkoni dhe esin në palishmëri në paudhësi. Çfarë praktikojnë motrat në Luka 23, vëlla motër? Është festa e bukës pa maja që po praktikojnë, po mbajnë ditën e parë të festës bukës pa maja. Pushuan në sabatin sipas urdhërimit që quhet sabati i lartër. Luka 23 vargjet 54-56. Shikoje. Po mbajnë motrat e asamblesën, po mbajnë festën e Atit, që janë të përjetshme. Sabati është i përjetshëm, Pashka është i përjetshëm, festa e bukës pa maja është i përjetshëm, frutat e para janë, festa e tij është e përjetshme. Pentakosti është një festë e përjetshme, që është Shavuoti. Dita e burive është një festë e përjetshme, dita e shlyerjes është një festë e përjetshme, dita e festës të tabernakujve të kasolleve është një festë e përjetshme. Dhe dita e 8 e kuvendit madhështor, lavdjatit, që janë festat e tija.
Dita e 8 e Kuvendit Madhështor është përjetësia, është Isaia 11. Që po flet, mbas 1000 vjeçarit do lëshohet Satani, do mashtroj kombe që kanë mbetur jashtë qytetit. Brenda në qytetin janë ata që zbatojnë urdhrimet e Atit, që nuk kanë ecur në mish mbasi erdhën ndjenisë të vërtetës. Nuk kanë anulluar ligjin mbasi erdhën në beslidhjen e gjakut të Mesias, nuk e kanë bërë gjakun e Mesias profan. Për ty, drejtues që je në asamblejë në Shqipëri apo kudo që je, apo për ju motra që dilni masandaj dhe predikoni online. Prediko urdhërimet e Atit. Çfarë thonë në Proverba 31? Le ta shikojmë për ju motra, thjesht masandaj një mësim më vete, por le ta shikojmë. Le ta shikojmë Proverba 31. Për motrat që po fliste dhe normal që është kapitulli për ju që tregon veçimin, tregon integritetin, tregon atë gruan që ka frikë në të rast të Atin, që nderon, që zbaton gjakun e beslidhjes apo jo. Le ta shikojmë për ju motra, Proverba 31. Duhet ta kem në një mësim këtu ja një moment sa ta gjej. Po, mund të jetë këtu ja. Po, lavdi emrit të tia. Vargu 26 për ju motra që dilni në këtë rast dhe bashkangjitur me parën Timoteut 4:13. Në Proverba 31:26 le ta shikojmë së bashku. Ja ku e kemi. Çfarë ju motra duhet të bëni? Ajo grua që nderon gjakun e beslidhjes, çfarë do të bëj? Do të hapi gojën e saj me urtësi. Çfarë është urtësia? Urtësia është frika e Atit, është fillimi i urtësisë. Në kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimet e Tij, Psalmi 111. Ajo do të hapi gojën e saj me urtësi dhe në gjuhën e saj është ligji i përkushtimit të dashurisë. Në gjuhën tënde duhet jetë ligji i mirësisë, ligji i përkushtimit të dashurisë. Te duhet të mësosh motrave të tjera në dishipullizimin në atë miqësinë e ngushtë, po jo të dalim online siç dalin. Mësandaj pa mbulesë koke, pa principet frymërore, që pali shpenzovi 16 vargje në para Korintasve 11, 16 vargje për të dhe në konceptet e nderit apo të turpit. Thotë, vere mbulesën në kokë, thotë ju motra kur luteni profetizoni, në këtë rast tregoni nder ndaj kreut ten. Kreut ten thotë ndaj burrit fillimisht, mësandaj ndaj kreut, sepse kreu i kishës kush është Mesia. Tregon nder ndaj shpëtimtarit ten të motër, kur ti lutes apo profetizon. Profetizimi është dhe leximi i Biblës me zë të lartë, ai është një lloj profetizimi.